Mira turistë kanë mbetur të bllokuar në Finlandën Veriore pas fluturimet. Në Finlandën Veriore, pasi fluturimet në aeroportin e Kitilës u anuluan për shkak të temperaturave ekstreme. Sipas autoriteteve, termometri zbriti deri në -37 gradë Celsius në orët e para të mëngjesit të së dielës, pas disa ditësh në kushte të ngjashme arktike, duke bërë të pamundur kryerjen e procedurave të domosdoshme për shkrirjen e akullit në avion dhe garantimin e sigurisë së fluturimeve. Pjesa më e madhe e turistëve të bllokuar janë shtetat britanik, të cilët ndodheshin në rajonin e Laplandës për pushime dimrore. Autoritetet e aeroportit kanë bërë me dije se fluturimet janë planifikuar për pasditen, megjithatë kthimi i tyre mbetet i pasigurt për shkak të parashikimeve meteorologjike. Tregojnë se temperaturat do të vijojnë të qëndrojnë në nivele shumë të ulta, rreth -28 gradë Celsius. Aeroporti i Kitilës ndodhet në një zonë me popullsi të rrallë, ku kushtet ekstreme të dimrit janë të zakonshme, po vala aktuale të flotit konsiderohet më e fortë se vitet e kaluara. Edhe pse finlandezët janë të mësuar me dimra të ashpër, autoritetet pranojnë se i ftohti këtij viti ka qenë më intensiv dhe më i zgjatur se zakonisht, duke ndikuar ndjeshëm në jetën e përditshme dhe në funksionimin e shërbimeve publike. Vala e acarit nuk është kufizuar vetëm në Finland, por përfshir rajone të gjëra të Europës veriore, qendrore dhe lindore. Rreshtit e dendurat të dëborës, erërat e forta dhe rrugët e akut kanë bërë që udhëtimi të jetë i rrezikshëm në shumë vende të kontinentit. Në Gjermani, pasagjerët e trenave po përballen me vonesa dhe anulim të shumta, pasi operatori hekurudhor Deutsche Bahn ka pezulluar të gjitha shërbimet në veri të vendit për shkak të kushteve të vështira atmosferike. Autoritetet gjermane kanë njoftuar gjithashtu se për shkak të temperaturave të jashtëzakonisht të ulta, të gjitha shkollat do të mbeten të mbyllura dhe mësimi do të zhvillohet online. Ndërkohë, në vendet baltike, Estoni dhe Lituani, drejtuesve të mjeteve u është kërkuar që të shtyjnë të gjitha udhëtimet jo thelbësore për shkak të stuhive të forta të borës që priten. Letonia ka lëshuar alarm për rreshje intensive dëbore në pjesën perëndimore të vendit.